Me një gjuhë të pështirë, në nivele fyese, por me firme vulën nga shtete që përfaqësonin, ambasadat e huaja në vendin tonë prej disa vitesh radhazi reagonin kundër çdo proteste të opozitës. Përgjatë protestave të vitit 2019-2020, ambasadat e huaja në Shqipëri mbanin qëndrim të ashpër duke dënuar atë që e quanin dhunë dhe akte të papranueshme, sidomos hedhjen e molotovëve në shkallët e kryeministrisë apo parlamentit. Kishte edhe nga ata diplomat që i nxirrte gishtin e mesit protestuesve, si rasti i Bernd Borchardt. Shkonin edhe më tej teksa falenderonin policinë për vetëpërmbajtje, paçka se këta të fundit e kishin si lojë argëtuese hedhjen e gazit lotësjellës. Me 19 prill 2024, një grusht protestuesish të opozitës kërkonin dorëheqjen e kryebashkiakut Erion Veliaj pas skandalit 5D. Një nga protestuesit hodhi një molotov në shkallët e bashkisë. Nam i madh, akt terroriste quante Veliaj, por edhe më i rënd ishte qëndrimi i ambasadës së SBA-ve bashkë me atë të BE-s, Britanisë dhe vendeve nordike. Ambasada e Shteteve të Bashkuara dënon aktet e dhunës gjatë protestës së sotme, 19 prill 2024, pranë Bashkisë së Tiranës, thuhej në reagim, duke falenderuar policinë për profesionalizëm, me të njëjtën gjuhë dhe gozato, bashkë me çdo përfaqësi diplomatike. Në protestat e fundit të opozitës, 10 molotov dhe mjete piroteknike u lëshuan drejt institucioneve. Mediat e huaja flasin për protesta të ashpra kundër një qeverie të kapur në korrupsion. Vetëm ambasadat heshtin. Nga prilli 2024 e deri më tani, asnjë reagim për të dënuar dhunën e opozitës. Por çfarë ka ndodhur? Ardhja e Trump në Shtëpinë e Bardhë nuk po i nxin më protestat legjitime në një vend ku skandalet, aferat korruptive dhe lidhjet e politikës me krimin janë të shumta. Mburoja e zyrtaruesve diplomat për një qeveri të zhytur me krim dhe korrupsion ka rënë. Dikur mbanin qëndrim edhe për një kapsol. Sot nuk reagojnë as kur molotovët përflakin muret e pushtetit.